Tani po hapim postën, si zakonisht rëndom për çdo qytetar që jeton këtu në Gjermani, dhe posa të hapim gjejmë zarfe të ndryshme të futura brenda. Por ky zarf është i veçantë dhe për këtë arsye po bëjmë një shpjegim sot se çfarë nënkupton DHL, që besoj që brenda këtyre ditëve, nëse jo sot, këtyre ditëve do t'ju arrijë në postat e juaja. Pra, DHL ka mbritur nga Kosova, gjithsesi nga Prishtina, dhe shkruan se vendi i origjinës Prishtinë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që do thotë ju si bashkëqytetar këtu jeni regjistruar për të votuar me postë në Republikën e Kosovës, gjithsesi me votimin me postë. Mund ta shfrytëzoni këtë të drejtë vetëm duke votuar përmes postës, që do thotë nëse gjerë në datën që është dita e zgjedhjeve, dëshironi që ta ndryshoni këtë procedurë, mund ta bëni natyrisht. Ka disa opsione dhe një ndër to opsioni është që ju mund të çregjistroheni duke shkruar atje tek KQZ dhe më pastaj votoni fizikisht në Kosovë, ose mund të çregjistroheni dhe të regjistroni për të votuar në ambasadë ose konsulat. Gjithsesi, ky është një lajm shumë i rëndësishëm për çdo qytetar që jeton në diasporë, e veçanërisht këtu në Gjermani, që të kontrollojnë postën e tyre nëse ka arritur ky zarf, në të mos ketë manipulime gjatë procesit, sepse ky zarf mund të shkojë te një adresë hipotetikisht tjetër, që nuk kupton se dikush tjetër mund të shfrytëzonte të drejtën për të votuar për ju. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kontrolloni kutitë postare dhe se të votoni për kandidatët dhe parti politike që ju e pëlqeni në zgjedhjet e ardhshme. Çdo të mirë.